E si mu kapën tash mirë, pse nuk më shpëtoj mu. Po e pra se unë e di ku i kisha për çmërit ose, nuk i kisha të rëbjeri. Akili, ka dhe jetë jashtë, që disa gjëra mund të keq kuptohen. E kuptoj që mund të keq kuptohen gjëra të jashtë, po unë besoj mram me klipin që doli kur hina unë aty mram. Kjo gjëja që më thudi mund keq kuptohet, mram është kuptuar që nuk ka lidhje, nuk ka vend për keq kuptim. Po, nuk është se doli një klip dhe u sqarua, gjërat vazhdojnë. Po çfarë mund sëru, çfarë kemi sëru, mos s'na kanë thonë një herë se çka kanë gjëja më e madhe, çka kanë gjëja më e madhe që ke bati keq këtu se s'po e kuptoj. Po jo, thjesht për të qenë e qartë. Po ti e qartë ti, edhe ta kam thënë edhe herë ditë kur the, e prap ta them të kërkoj shumë falje. Ore, nuk ka lidhje se unë tu jam një lojë. Po jo, mos e ne po bëjmë gallata. Unë të kërkoj shumë falje që i kam bërë ato lojra. Ore, nuk ka nevojë të kërkosh falje. Jo, kam nevojë ndjetë detyrueshme pra se ke gjëra jashtë. E kupton? Që të kam dhënë hapësirën që ne të kemi atë lloj marrëdhënie. Shiko, çështjen e hapësirës unë kam marrë vetë, nuk asnjë thëti më vajtë vetë. Jo, po sa dha kjo nuk e merr dot ti. Jo, po mirë, pra unë kam shku vetë aty, pastaj a ke pranuar se ke pranuar është pjesa jote. Po pra këtë po të them në momentin. Ti ke pranuar si gjë. Po ta kam pranuar dhe e pranoj për hir të gjithë që ne kemi një shoqëri shumë të mirë. Kishim, si dhe duash ti. Akili për mua të bësh shumë gabim se po tregohesh egoist. Edhe mos u trego kaq egoist. Deri pak gjëra të kalojnë, jo pse nuk më zgjodhe ti mua. Mendoje më shoka, se kjo ta kam thënë 30 herë. Ai vetëm ka dhe jetë. Vetëm fakti që jo që kërkova falje. Mirë, po. Edhe i thonë që okej, kam thënë konja ti thjesht nuk don me pranu. Nuk do dhe mendjen time unë nuk e shkultja vë Akilit, sepse që në momentin që u mbyll gjëja, ishte njeriu i parë që mora i thash kështu. Kam se diskutoj fare këtë gjë tani, unë jam e qetë me veten edhe Akili. Ore, shiko, a di se është problemi, ti je shumë e qetë dhe mund jesh shumë mirë se fundi ti je lojtar se gjithë tjerët. Edhe nuk ka ashtu se ke himu bë kurban për Akilin. Po jo kurban, Akili duhet të kuptojë 2-3 gjëra. Po ti mos i hedh kaq shpejt marrëdhëniet poshtë. I hedh kështu. Vetëm se sa shpejt është poshtë. Sa shpejt është poshtë mramën. A rash kështu? Jo. Po jo pra Akili ta thash edhe një herë, sepse bëri një zgjedhje duke menduar që do të shpëtoj në një mënyrë të tërthort. Ma jep edhe pak mua të lutem. Dhe ti tani mos e hidh gjën se tash edhe kjo thot prit herë se kjo marrëdhënia që ky jet kështu. Prit se edhe këtë e vend dyshime. Normal që më vjen unë e kuptova çfarë. Të njëjtën gjë kam bërë unë. Edhe unë kam vënë dyshim. Të lutem. Jo, e kam vënë dyshim nga situata. E kupton? Masanina, siç po të thoja, ti bravo qofsh në fundit, jo ti, po kushdo që është që bën lojë. Por ideja është unë ndoshta me nimen e Zotit, edhe me një